Pas fitores së Gjestit si në edicionin e Big Brother VIP Albania, duket se tashmë mundësit për të performuar në evente të ndryshme i ka të mëdha. Mbrëmjen e djeshme në një nga televizionet e Kosovës është diskutuar që Gjesti mund të performoj në ndeshjen që do të zhvillohet mes Shqipërisë dhe Serbisë. Për të diskutuar rreth kësaj teme kam të ftuar në një lidhje nga Kosova trajnerin e njohur Farruk Tatovci. Farruk, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit me shumë kënaqësi, respekt për ju dhe gjithë dëgjuesit e shikuesit të juaj. Farruk, e keni ndjekur Big Brotherin? Me thon drejt jo, por me qenë se tani më është boja madhe dhe është përndodhur gjithandej, me sigurinë e kemi lexuar pak, por jo që e përcjell Big Brother. Si të është dukur që fituesi i edicionit të 4 të VIP Albania, Big Brother VIP Albania është Gjesti, pra një personazh nga Kosova? Tani, unë mendoj se tani këtë Big Brother t'jem bo gjithandej, domethënë edhe në Kosovë edhe në Shqipëri duke u mbajtur. Unë nuk jam asnjëherë ndaj këtyre gjërave të cilat i zgjedhin njerëzit edhe i mbajnë edhe apo edhe kush do qoftë i fiton. Jo vetëm Gjesti që është nga Kosova, por pavarësisht edhe dikush nga Shqipëria. Megjithatë mendoj se pavarësisht asaj nëse dikush përcilson një gjë e mirë për këtë Big Brother, unë mendoj se ndoshta për në aspektin tim nuk pajtohem asnjëherë sepse është një diçka e cila ndoshta mund më ndikojë jo mirë në rinin tonë, sidomos te fëmijët tonë, sepse mbrana atina Big Brother ndodhen shumë gjëra të cilat ne mendoj që nuk kemi arritur ende akoma në atë pikë ku shihen disa gjëra të cilat mendoj se përgjithësi për fëmijët tonë dhe për rinin tonë ndoshta nuk janë e durë. Megjithatë, nuk jam kundër asajna që kush e fiton pavarësisht nga është, por jam kundër asajna se çka po shihet dhe çka po shikohet, dhe jam kundër asajna që dikush ka kohën e dur ta përcjell 24 orë Big Brother. Mendoj se Big Brother ne përcjell një popull i cili ka kohë të prume. Farruk, është diskutuar që në ndeshjen shumë të rëndësishme mes Shqipërisë dhe Serbisë do të performoj Gjesti. Po unë e thash edhe mbrëm, e tham edhe tash në televizionin e juaj. Nuk më pengon askush të performoj, nuk jam ndaj askujt, kundër askujt, nuk kam personale me askënd. Por performoj një njeri i cili fiton një Big Brother, i cili për mendimin tim nuk ka as pak rëndësi për ma gjërë, përveç se personalisht ai i cili do të fitoj shumë, sepse kemi pa edhe merë në Big Brother, kanë hi njerëz të cilët ndoshta shumë pak janë njoftër edhe shumë pak edhe kanë arrit me po famë, kanë arrit me ardhur drejt e milioni. Përveç se fitojnë personalisht ata, unë mendoj që nuk fiton askush. Në ndeshjen Shqipëri-Kosovë, e cila po mënej Shqipëri-Serbi, e cila pritet të zhvillohet të jetë një ndeshje jashtëzakonisht e zgjatë për ne si popull shqiptar. Mendoj se ka shumë njerëz të cilët e meritojnë të performojnë në ndeshje dhe kishte më qenë mirë që të përkthiren ata njerëz. Ka këngëtar, ka njerëz që kanë emër dhe kanë rënë me bagazh në këtë aspekt. Pavarësisht çka do ndodh, unë prapë them brom, po ta them edhe tash, nuk kam personale me askënd kur gjë, por jam kundër kësaj gjëje që një fituesi një Big Brother të performoj para një ndeshjes apo në mes pjesëve në ndeshjen Shqipëri-Serbi. Po nëse fituesi i Big Brotherit është këngëtar, pra pse mos performoj, po themi duke qenë se Gjesti është këngëtar? Është këngëtar, por mendoj se janë disa këngë të cilat Gjesti nuk i këndon dhe nuk mund të imitoj ashtu siç duhet dhe siç ka nevoja e ndeshjes. Tani për morëm shembull kënga e Shkurt e Fezës do të jetë diçka perfekt. Pastaj kemi këngëtar të tjerë, mos ti marr vetëm Kosova nga Shqipëria, e cili ndoshta është më rrugës edhe është më drejt në mënyrë që ata futbollistët që zbresin në fushë, ata tipozitët që janë aty ta ndinë veten dhe të emocionohen gjatë asaj ndeshje, sepse ajo ndeshje mendoj se është shumë vendimtare për kombëtarën shqiptare në vazhdimsi të kualifikimeve për një kampionat të mundshëm. Kështu që disa këngëtarëve të tjerë mendoj se janë më të kapshme
me performu në ndeshje. Nuk po tham që Gjesti jam kundër Gjestit, nuk jam kundër këngëve të Gjestit, nuk jam kundër asoj që ka fitu Big Brother Gjesti, as ndaj Gjest, as ndaj dikujt tjetër që ka fitu me herë. Por mendoj se ka personalitete shumë të rëndësishme dhe shumë të shmueshme dhe shumë njerëz të cilët mujnë me performu në një këngë e cila ndoshta është më e kapshme dhe është më e dobishme para asoj ndeshjes për shkak të arsyes të rëndësisë edhe për shkak të kundërshtarit që kemi përballë. A mund përdoret Gjesti, po themi, si një lloj marketingu nga ana e institucioneve sportive siç është federata për ta shitur ndeshjen? Po, me siguri ata kanë analizuar dhe nëse performon. Unë prapë i kam me dyshime mia që nuk do të performoj Gjesti, megjithatë mbetet shihet, por që ka një audiencë, ka një shikueshmëri Big Brother nuk diskutohet. Ka shumë shikueshmëri edhe ka shumë audiencë dhe ndoshta edhe këtë kanë menduar. Është çështje e tyre personale edhe është çështje e tyre se çka ata mendojnë. Unë realisht çdo herë kur e dhoni intervistë apo kur flas diçka, gjithmonë e shpreh mendimin tim, e nuk do të thotë që është e drejtë apo nuk jap drejt vetes asnjëherë, por atë çka mendoj e them. Pra po ta them, nuk jam kundër Kurxhofit, por jam kundër kësajna sepse ka njerëz të cilët apo këngëtarë të cilët mundin me performu e unë jam fitore asojna që do të jetë më e dobishme edhe më e kapshme edhe për futbollistët ndihen shumë më të motivuar për ndeshje edhe për tifozët të cilët do të jenë në ditë në stadion. Duke u ndalur pak te ndeshja, mendoni që Shqipëria mund t'ia dalë që ta mund Serbinë në këtë ndeshje? Unë mendoj që kombëtare shqiptare është zakonisht kualitar cilësor, është kombëtare shumë e fortë, këtë e kemi dëshmuar dhe kanë dëshmuar më herët. Vetë po këtë kualifikimin në kampionatin evropian domthon ka pasur performancë jashtëzakonisht mirë, por pas kampionatit dhe ndoshta pas kampionatit në kualifikime të tjera jo që ka performuar mirë. Por mendoj se këtë ndeshje të gjithë janë, të cilët do të zpresin në fushë, edhe duke u bazuar në cilësitë e tyre, në kualitetin e tyre, por edhe duke u bazuar në kundërshtarën se cilët do ta përfaqësojnë kombin shqiptar në atë ndeshje. Tani më e dim se çka kemi na edhe kundërshtari jon, se cili është. Mendoj se do të jetë një ndeshje e cila do ta fitojmë edhe uroj që të jetë kështu. Nuk kam dyshim që do të jetë një ndeshje shumë e zjarrt për neve, një ndeshje shumë e zjarrt edhe për futbollistët edhe për gjithë tifozët që janë në stadion, por jo vetëm ata në stadion, por gjithë anën banë ku janë shqiptarët, do ta përcjellim me entuziazëm edhe shpresojmë në një fitore të mirë. A prisni tensione në këtë ndeshje siç ka pasur në, po themi, mes Shqipërisë dhe Serbisë në ndeshje që ka pasur shumë tensione? Po, çe tham, kishte qenë më herët ndoshta edhe kish pas, por pas asoj ndeshjes që kanë ndodhur në Beograd dhe ndeshjen e kthimit që nuk ka ndodhur asgjë, edhe tani në kohën e fundit kur fitet se kombëtarja shqiptare do të organizon një kampionat evropian me bashkëpunim me Federatën Serbe, atëherë unë mendoj që gjitha këto i ka para pa Federata e Shqipërisë. Tani më dim se jeni pjesë edhe jem të handikepuar për shkak se është dënum publika, pastaj mos prezenca e një tifozërie të zjarrt, të cilët mendoj se janë tifozëri origjinal, por nuk do të jenë prezent. Në stadion do të jenë një pjesë e madhe të tifozëve të cilët janë më shumë artificial se sa origjinal. Mendoj që Federata Shqiptare është duke shkuar asoj rrugës që në mënyrë që kjo ndeshje apo ndeshje të tjera të organizohen sa më mirë që në të ardhmen shumë të afërt ta marrë në një kampionat më të madh, sepse dim tani më është organizuar një finale në Shqipëri, tani më është kampionati evropian, pse mos mendojnë është me qëllimin e saj që të organizojnë të ardhmen edhe tjetër. T'ju tregoj shtëpisë më të madhe të futbollit që ne e dim të më organizuar dhe kemi mundësi më organizuar. Mendimi jam është i gabon. Mendimi jam unë gabon, sepse e kalon anash rezultatin e kësaj ndeshjes, se nëse veç kështu mendojnë, unë mendoj që rezultati i kësaj ndeshje është në plan dytë, e për neve është e patolerueshme sepse për neve është shumë interes rezultati i kësaj ndeshjes. Për mua dhe për gjithë publikun edhe për gjithë shqiptarët, sepse po ta fitojmë këtë ndeshje, mendoj se jemi në rrugën e dur që ta shohimi kombëtarën e Shqipërisë në kampionatin e radhës, sepse do të jetë një ndeshje shumë vendimtare për në vazhdimsi të këtyre kualifikimeve. Kam edhe një pyetje të fundit. Si e shikoni, po themi, bashkëpunimin mes sportit, institucioneve të sportit të Kosovës dhe Shqipërisë, apo është si bashkëpunimi mes dy kryeministrave?
Mendoj se dy federatat kanë raporte shumë të mira, edhe kryetari Buka dhe Ademi janë jashtëzakonisht mbi të gjitha ne jemi vëllezër, e dim të gjitha edhe këta dy kanë bashkëpunim jashtëzakonisht të madh. Nuk është se politika shihet në sy që kanë bashkëpunim shumë të mirë, ajo më është evidente, por që dy federatat mendoj që kanë bashkëpunim ma të mirë edhe kështu duhet me vazhdu, sepse ne duhet ta mbështetim njëri tjetrin sepse nuk kemi ku ta çojmë njëri tjetrin. Pavarësisht disa situatave që po ndodhin me shumë futbollistë të cilët ka akuza se po shkojnë atje apo pse po vinë këtu. Megjithatë, un kam qef, kam shumë dëshirë që këta lojtarë, të cilët sikur rasti i fundit i Brutit, i cili ka qenë tenisistë të Kosovës, ta përfaqësoj Kosovën te kombëtare A, por megjithatë është e drejtë e secilit. Nuk mund ta quajmë siç përthojnë të tradhtar, sepse asnjëherë nuk bojën time, nuk e zën tek punë. Është e drejtë e secilit. Ne kem qef me përfaqësu Kosovën, ta shohim edhe Kosovën sa me lojtarë sa ma cilësore në një kampionat hapur, po edhe nëse përfaqësojnë Shqipërinë jemi okay. Apo kupton? Por megjithatë, prapë them, tyk federatat tona janë, mendoj që kanë marrëdhënie të mira, kurse te politika janë pak skeptik edhe i kam me dyshit e mia. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e VIP Magazin dhe ju uroj suksese. Faleminderit se ju respekt punë të bërë dhe shumë suksese. Faleminderit shumë.